Ja ku jemi përsëri bashkë zonja dhe zotërinj, sot është data 25 nëntor dhe është dita që shënohet eliminimi i dhunës ndaj grave. Është një ditë e cila nis një fushat sensibilizuese deri në datën 10 dhjetor, kur është dhe dita ndërkombëtare e të drejtave të njeriut. Prandaj edhe minutat në vijim në programin ton Mirëmëngjes Shqipëri do të jenë minuta sensibilizuese, ndarje historisht dhe sigurisht këshillimi përgjatë këtyre ditëve shumë të rëndësishme për sa i përket sensibilizimit për ndaljen dhe për eliminimin e dhunës ndaj grave. Ndjekim bashkë një insert të shkurtër dhe rikthehemi me të ftuarit në studio për të diskutuar më gjërë. Në ditën për eliminimin e dhunës ndaj gruas, ne reflektojmë. Dhuna ndaj grave nuk njeh kufi dhe merr forma të ndryshme, fizike, psikologjike apo ekonomike. Në Shqipëri, përkundër përpjekjeve të institucioneve dhe ligjeve që synojnë mbrojtjen e grave, dhuna mbetet ende një problem i përhapur. Shumë gra nuk raportojnë abuzimet, shpesh për shkak të frikës, stigma sociale apo mungesa e informacionit për mbështetjen ligjore dhe psikologjike që u ofrohet. Kjo ditë nuk është thjesht një kujtesë, por një thirrje për veprim, për të ndryshuar mentalitet, për të edukuar shoqërinë mbi respektin ndaj grave dhe për të mbështetur viktimat që kërkojnë drejtësi. Organizatat, komunitetet dhe individët mund të bëjnë ndryshim duke krijuar mjedise të sigurta dhe duke ofruar mbështetje reale. Çdo hap, çdo iniciativë dhe çdo fjalë kundër dhunës ka rëndësi. Vetëm kur shoqëria bashkohet dhe nuk hesht më, mund të krijojmë një realitet ku gratë jetojnë të lira, të respektuara dhe të sigurta. Pikërisht për këtë arsye jam në studio sot me Alba Agollin, është një drejtuese projektin UN Women Albania nga rrjeti i fuqizimit gruas. Mirëmëngjes. Mirë se vjen Alba, dhe gjithashtu me Enç Pepën nga linja kombëtare për këshillim të grave dhe vajzave. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vini. Një fenomen që për fat keq na duhet flasim, sepse është prezent në shoqërinë shqiptare dhe statistikat thonë që në mos është në vend numëror ka dhe raste të shtuara. Në fakt dua të di nga të dhënat që ju keni grumbulluar dhe që jeni shumë të kujdesshëm për t'i raportuar të gjitha ato, çfarë mund të themi sot për situatën e dhunës konkretisht ndaj grave në vendin tonë, Alba? Dhuna ndaj grave dhe vajzave ka qenë dhe mbetet një fenomen që prek shoqërinë shqiptare. Të dhënat nga raporti i fundit i Stat tregojnë që një në dy gra në Shqipëri ka pësuar dhunë gjatë jetës saj. Një në dy gra. Po, kjo është ka pësuar një formë dhune gjatë jetës së saj. Kjo tregon që shoqëria jonë është e prekull thellësisht nga ky lloj fenomeni. Dhe pikërisht prandaj sot në datë 25 është shumë e rëndësishme që ne të flasim për këtë fenomen, të ndërgjegjësohemi, të ndërgjegjësohet shoqëria pasi është një fenomen shumë i përhapur. Rastet e raportuara në polici vazhdojnë mbeten të ulta. Këtë vit kemi pasur 2881 raste të raportuara dhune në polici. Një shifër në krahasim për masat e fenomenit që vazhdon mbetet e ulët. Faktet tregojnë që dhuna raportohet në polici në një moment pasi gratë kanë kaluar të paktën 5-6 vite dhunë në familjet e tyre, dhe momentin që ato raportojnë është momenti ku ato shohin që fëmijët e tyre po cënohen dhe detyrohen në një farë mënyre për të mbrojtur fëmijët e tyre të raportojnë. Kjo tregon që shkojmë shumë vonë pranë grave dhe vajzave. Këto 5-6 vite janë 5-6 vite vuajtjeje, mundimi, shprese se diçka e tillë do të shuhet vetvetiu, por që realiteti ka treguar që nuk parandodh kështu pra. Nuk shuhet vetvetiu dhe raporti më duket shqetësues shumë. Një në dy gra ka pësuar një formë të dhunës. Dhe detyrimisht logjika më çon të mendoj që edhe telefonatat atyre që kanë qenë shqetësuar dhe kanë kërkuar ndihmë kanë qenë shumë të apo jo? Po, këtë vit, deri në nëntor, pra nga janari deri në nëntor të 2025, ne kemi pasur rreth 3650 telefonata nga gra dhe vajza nga e gjithë Shqipëria, cilat kanë kërkuar ndihmë për situatat e tyre të dhunës.
është shumë e vërtet, nuk zhduket vetvetiu i gjithë ky fenomen. Ndodh shpesh që në fillimet e tyre gratë mendojnë, okej, ndodhi vetëm një herë, nuk do të ndodhë më përsëri. Edhe nga që ndodh edhe ky cikli i dhunës, që dhunuesi në fakt nuk është 24 orë i dhunshëm. Është një perceptim i gabuar ky që thuhet që ai mund të jetë i dhunshëm 24 orë, 365 ditë të vitit. Ka disa episode dhune, më pas vjen një episod që quhet muaji i mjaltit, që gjërat qetësohen dhe më pas fillon i gjithë ky cikli nga fillimi. Për këtë shkak shumë gra edhe refuzojnë ose stepen që të raportojnë, sepse mendojnë që ndoshta gjërat do ndryshojnë vetvetiu, ndoshta personi që unë kam në krah nuk është ky i dhunshmi, por është ky versioni tjetër që është më i mirë, është më i dashur edhe që kërkon falje. Por në fakt ky është një cikël që përsëritet dhe në rast se nuk kërkohet ndihmë dhe në rast se nuk ndërhyjnë të gjitha institucionet mbështetëse, nuk ka një zgjidhje. Por sipas jush si qëndron e vërteta? Pra, në perceptimin tuaj, nëse dikush është treguar një herë i dhunshëm, shanset janë shumë të mëdha që ai të jetë përsëri i dhunshëm. Pra, ka një emërues të përbashkët të gjitha këto thirrje dhe telefonata që kanë ardhur në drejtimin tuaj, çfarë kanë raportuar, për çfarë janë ankuar sigurisht, po dhe çfarë ndihme kanë kërkuar këto zonja? Dhuna kryesore që ndodh ose ajo që raportohet tek ne është dhuna psikologjike ose dhuna e ndërthurur psikologjike dhe fizike. Duhet kuptuar që përpara se të arrisht ajo dhuna fizike, fillon shumë shpesh me një dhunë verbale, me fyerje, me sharje ndaj grave, më pas me këtë dhunën psikologjike, izolim nga të tjerët, pra të ul vetbesimin e gruas dhe më pas kulminacioni është ajo dhuna fizike. Gratë dhe vajzat që marrin telefon të lija kombëtare, 116-117, që dua ta them numrin sepse është shumë i rëndësishëm, funksionon 24 orë linja 365 ditë vitit, mund të marrë kushdo në anonimat të plot dhe konfidencialitet të plot. Zakonisht ato kërkojnë ndihmë psikologjike dhe psikosociale, sepse sigurisht që dhuna lë trauma shumë të mëdha psikologjike, kërkojnë ndihmë për fëmijët e tyre, sepse siç e tha edhe Alba më parë, ndihma fillon kërkohet kur shihet që ndoshta edhe fëmijët po ndikojnë, ndoshta edhe fëmijët po bëhen domosdoshmitar viktima të dhunës, dhe sidomos ndihmë ligjore. Dhe ndihma ligjore është shumë e rëndësishme në momentin që ti do të kërkosh një urdhër mbrojtje ndaj dhunuesit tënd, në momentin që ti ndoshta do të fillosh procedurat e divorcit, duhet patjetër që të kesh një avokate dhe ne ofrojmë këtë avokate falas. Alba, sa e përhapur është dhuna në familjen shqiptare dhe duhet largohem pak nga kryeqyteti, sepse harrojmë her pas here që panorama më e vështirë vjen përtej Tiranës, ndoshta në zona edhe më të largta. Absolutisht, siç po edhe diskutonim, dhuna është një fenomen i pranuar në shoqëritë shqiptare. Ne tentojmë ta justifikojmë dhunën ndaj grave dhe vajzave, themi bashkëtorë normalizojmë deri në një farë pike. Ishte një episod, domethënë dhe vetë gratë që janë viktima ose vetë ne tentojmë ta normalizojmë dhe ta justifikojmë atë. Themi ishte një ditë i lodhur, ka pasur probleme në punë, është i papunë dhe prandaj është nervoz, gjithmonë gjendet një lloj justifikimi. Po ashtu dhe nga familjarët, gratë të cilat janë viktime dhune ose kanë shumë pak mbështetje dhe nga familjarët. Se momentin që ato mund të ndajnë këtë situatë të shqetësuar me familjet e tyre, ato thonë s'ka gjë se do kaloj, ishte një rast. Absolutisht, çfarë është e mirë në këtë rast është që të flitet. Shpeshherë mungon komunikimi mes çiftit, sepse domosdoshmërisht kjo lloj situate i largon nga njëra tjetri dhe fto situatën. Prandaj është shumë e rëndësishme që në momentet që identifikohen raste të tilla, duke qenë se ka dhe mjete të cilat ofrohen, siç është linja e këshillimit, të raportohet, këshillohet, sepse pikërisht psikologët që janë tek linja e këshillimit janë për këtë punë, që të këshillojnë se si duhet vepruar në këto raste, pa arritur që dhuna të eskalojë dhe të shkojë në ekstremet e saj, siç që kemi parë se kemi dhe raste të vrasjeve. A duhet ta shohim pozitivisht faktin që përtej numrit të lartë të telefonatave, fakti që është një numër i lartë, do të thotë që ka dhe një sensibilizim të madh për të kërkuar ndihmë. Patjetër. Ne po të shohim historikun edhe të raportimeve është në rritje. Kjo nuk tregon që dhuna është rritur ndaj grave dhe vajzave, po tregon që ka një ndërgjegjësim. Jo, po tregon që ka një lloj ndërgjegjësimi për të raportuar, për të kërkuar ndihmë në momentin që ky fenomen ndodh. Alba, ju keni eksperiencë tani më në këtë drejtim dhe ka disa mënyra apo ekziston një intuit që mund të dallojë, të identifikojë shenjat e para që një vajzë apo një grua është duke pësuar dhunë, të cila do qoftë
forma, pra edhe verbale dhe fizike. Që në lidhjen e parë, ne shohim tek të rinj, sidomos edhe Inxhi mund ta thotë këtë, shohim që të bisedat që kemi me të rinj që në moshë të hershme, që fillojnë në lidhjet e para që krijojnë, kanë forma kontrolli, që aty fillon. Momentin që e dashura jote fillon të kontrollojë telefonin, mos lejoj që të dali me shoqet ose me shokët, që aty fillojnë, që aty janë shenjat e para, të cilat nuk duhen në nënvlerësuar. Absolutisht, sepse një lidhje mes dy të rinjve, mes dy të adultëve, gjithsesi bazohet në besim, në dashuri, ka disa shtylla. Dhe nëse këto transformohen në kontroll dhe në urrëtie dhe në shkaktimin në anktin, mos shkot, pse fillojnë kufizimet pastaj, mos puno këtu, pse u takove, mos dil me kolegët e punës, çdo gjë krijon. Pra, duhet kemi kujdes duke nisur që nga toksicitetet e para të vogla që nisin në një lidhje dashurore kryesisht. Por dua të di, duke kaluar përtej në një fazë tjetër, të grave të cilat ndoshta kanë pasur të vazhdueshme dhunën prezente në jetën e tyre, nuk e di nëse shifrat na e tregojnë diçka të tillë, sa gra kanë kërkuar urdhër mbrojtje, sa kanë kërkuar një bashkëpunim me ligjin. Atëherë mund të them, po, ne kemi bërë një studim për urdhrat e mbrojtjes në gjykatën e Rrethit Tiranë, nga periudha janar deri në periudhën gusht të 2025-s, dhe ka pasur 395 urdhra mbrojtje, kërkesa për urdhra mbrojtje të depozituara në gjykatën e Rrethit Tiranë. Këtu po flas për urdhra, jo ato të menjëhershmit, por për vërtetimin e urdhrit të mbrojtjes. Një gjë shumë shqetësuese ka qenë që më shumë se gjysma e këtyre urdhrave të mbrojtjes nuk janë dhënë nga gjykata. Kjo është një trend që ne nuk e kemi parë më parë. Në vitet më parë, nëse ne flasim për 2 vite më parë, shumica e urdhrave të mbrojtjes e kërkesave vërtetoheshin nga gjykata, tashmë nuk ndodh më. Duke bërë një analizë më të thelluar të gjitha rasteve dhe rast pas rasti, ne kuptuam që kjo ndodh nga mungesa e një përfaqësuesi ligjor në këto seanca gjyqësore. Pra në momentin që një grua e cili nuk ka një përfaqësues ligjor, një avokat, i cili ndoshta ta orientojë drejt dokumentacionit, drejt provave që ajo duhet të paraqesë, atëherë shanset i ka shumë më të ulta për të marrë një vërtetim të urdhrit të mbrojtjes. Prandaj kjo është një thirrje, sigurisht edhe për institucionet, por edhe për gratë dhe vajzat të cilat mund të ndodhen në një situatë të tillë, për të kontaktuar gjitha organizatat e shoqërisë civile të cilat e ofrojnë këtë shërbimin falas të avokatit, dhe sigurisht edhe linjës 116-117. Alba, sa të mbrojtura janë gratë dhe vajzat nga ligji aktual shqiptar, duhet di si bashkëpunojnë organizatat me institucionet dhe me individ të ndryshëm, me qytetarë të ndryshëm? Në Shqipëri kemi një mekanizëm të koordinuar referimi për rastet e dhunës në familje. Ky mekanizëm është ngritur faktikisht në të gjitha bashkitë e vendit, pra secila bashki ka një koordinatore e cila funksionon si personi që referon rastin. Referon do me thënë që në bazë të ligjit ajo koordinon menaxhimin e rastit. Si ndodh ky mekanizëm referimit është zakonisht kur gruaja raporton në polici, policia është e detyruar të njoftojë menjëherë koordinatoren që është e vendosur pranë bashkisë, e cila paralelisht me policin fillojnë hedhin këto hapat, policia bën një vlerësim risku, sa në risk është situata e personit që ka raportuar dhunën, shikon edhe vlerëson edhe fëmijët, sepse shpeshherë bashkë me nënën marrin urdhra mbrojtje dhe fëmijët, sepse janë të rrezikuar nga ambienti ose janë dëshmitar të dhunës që pëson gruaja, dhe në këtë moment që gruaja raporton në polici dhe i referohet pranë bashkisë, fillon një mekanizëm, fillon gjithë aktorët koordinojnë bashkë për t'i dhënë ndihmë viktimës. Në këtë rast lajmërohen dhe organizatat të cilat operojnë për të ofruar ndihmë psikologjike, ndihmë ligjore falas, siç e tha dhe Inxhi. Deri në marrjen e urdhrit të mbrojtjes. S'është kudo, nuk ka kudo organizata shoqërisë civile dhe por
Ajo që dua të di është, në momentin që merret edhe urdhri i mbrojtjes, si funksionon ndjekja pastaj ndaj personit që ka qenë viktimë e dhunës? Pra ka një proces ndjekjeje? Do me thënë koordinatorja dhe në njësitë administrative ka disa punonjëse sociale të cilat kanë për detyrim të monitorojnë rastet që kanë raportuar dhunë. Gjatë kohës së urdhrit mbrojtjes, kështu që vazhdon monitorimi i tyre ose kontakti i tyre nga ana e bashkisë përkatëse për të parë gjendjen dhe për ta ndjekur rastin. Në bashkëpunim gjithmonë me organizatat aty kur janë prezente. Po, që kishe diçka për shtu? Po, dhe ky rast ndodh në mënyrë të koordinuar, pastaj ndjekja e viktimës ndodh në mënyrë të koordinuar dhe me ndjekjen e dhunuesit, sepse ne tani kemi dhe programe rehabilitimi për dhunuesit në Shqipëri. Ka dy që janë më të rëndësishmit, njëri në Tiranë, linja e këshillimit për burra dhe djemë, dhe njëri në Shkodër, zyra për burra dhe djemë. Aty shkojnë dhunuesit të cilët duan të ndryshojnë, pra kanë vullnetin e mirë, kanë kuptuar që kjo sjellje e dhunshme është një gabim dhe kërkojnë të ndryshojnë. Është një program i cili integron këshillimin, por edhe me pastaj me role play, me luajtje rolesh edhe me situata konkrete në jetë. Ne kemi patur gjatë vitit të fundit ndoshta më shumë se 300 dhunues të cilët kanë marrë pjesë në këtë program. Dhe nivelli i recidivizmit është shumë i ullët. Recidivizmi është pra këta dhunues të cilët marrin pjesë në program dhe më pas përfundimit të programit e kryejnë sërish dhunën, është shumë i ullët, është 91%. Gjë që tregon që në fakt këto programe janë të suksesshme dhe duhet të promovojnë akoma më shumë. Ka edhe individ të cilët bëjnë të kundërtën, nuk heqin dorë edhe pasi gratë marrin urdhrin e mbrojtjes, ata përsëri janë atje për t'ia bërë jetën ferr atyre, më duhet ta them këtë. Dhe në këto lloj rastesh sa e vështirë është pastaj për të gjetur paqe për një grua e cila ka qenë. Është e rëndësishme që të ndiqim këto programet, sepse këto janë programe të specializuara për dhunuesit. Momentin që dhunuesit ndjekin këto programe që kanë këtë fokus, synimi këtyre programeve është që të zbusin në një farë mënyre sjelljen e dhunuesit dhe t'i bëjnë ato që të kuptojnë që lidhja tashmë ka mbaruar, se momentin që gruaja raporton në polici, pak a shumë situata ka arritur në lidhje, që është e vështirë të rikthehesh. Ama, Alba, ne për fat keq nuk kemi mundur dot të shmangim as fatalitetet. Kemi pasur raste ekstreme dhe dhunë ekstreme që kanë mbritur deri në marrje jete. Çfarë thon shifrat? Sa situatat të tilla kemi pasur në vendin tonë? Këtë vit kemi pasur 6 vrasje të grave, nga këto 6 vrasje 4 mund të konsiderohen si femicid që quajmë neve, që është vrasje për shkak se je grua në një farë mënyre, edhe do më vrasje që është shkaktuar nga të afërt, nga bashorti, nga babai. Kështu që, si thuash, vazhdon ka fatalitete dhe dy nga këto raste, kemi dhe raste vetvrasjeje për shkak të dhunës së ushtruar nga partneri ose... Nuk do doja ndalesh në fakt si program mëngjesi është... Jo, duhet të them që është vazhdon, do më thënë është e rëndësishme që të parandalojmë në shenjat e para, mos e lejojmë partnerin që të krijojmë raporte të cilat bazohen mbi forcë, mbi kontroll, sepse lidhja duhet bazohet në mirëkuptim. Pra të kuptojmë shenjat e para për të mos shkuar as në gjysmë të kësaj rruge. Megjithatë, vini re sot një fenomen ku dhuna është shtuar edhe në formën verbale për shkak të platformave online dhe rrjeteve sociale, ku gjithë secili ku dikush që nuk e ka forcën apo guximin për ta thënë apo për të bërë diçka në formë fizike apo përballë, e bën këtë duke shfrytzuar platformat online. Ndoshta duket diçka e vogël, por janë shenjat e para që çojnë pastaj deri në një marrëdhënie që komplikohet kur je fizikisht me tjetrën. Absolutisht, tema e fushatës 16 ditëve këtë vit ka fokus dhunën digjitale, pasi është një fenomen i cili është përhapur globalisht tashmë. Në Shqipëri llogaritet në bazë të një studimi të kryer në 2023, 41% e vajzave mbi 18 vjeç raportojnë të kenë përjetuar një nga dhunat e ushtruar përmes teknologjisë, me disa rrjete sociale që janë më të përdorura për këtë formë
se sa të tjera, kështu që është shumë e rëndësishme që tani që sapo ka filluar të fillojmë të flasim, që edhe dhuna në rrjetet dhe në mediat sociale nuk është normal, është dhunë reale, pasi ajo prek psikologjikisht, sidomos të rinjt, por edhe Dhe përgjithsisht fshihen persona të cilët janë anonim, të cilët heqin identitetin e tyre real dhe shfrytëzojnë faktin që nuk dallohen se kush janë për të bërë një sulm verbal apo për të thënë diçka. Unë dua të di sa e vështirë është situata kur janë fëmijët në mes, ose nëse ka pasur raste kur fëmijët kanë qenë të shqetësuar për atë se çfarë po vërenin në familjen e tyre dhe janë ata të cilët kanë denoncuar dhunën e fjala vjen babait ndaj nënës tyre apo rastet kundërta, nuk e di. Rastet kur fëmijët e denoncojnë dhunën janë shumë të pakta, kjo edhe për faktin se e gjitha ajo ambient, izolimi edhe presioni psikologjik që ndodh në familje drejt nënës i ndikon dhe fëmijët, kështu që ata janë shumë të trembur në vetvete. Fëmijët janë gjithmonë shumë të ndikuar, qoftë psikologjikisht, qoftë edhe fizikisht. Është bërë një gjë shumë e mirë që në shumicën e urdhrave të mbrojtjes që lëshohen tashmë nga gjykata për gratë që janë viktima të dhunës përfshihen edhe fëmijët, sidomos nëse ata janë dëshmitar të dhunës. Pra, njihet si fakt që në momentin që fëmia është dëshmitar i dhunës, edhe nëse nuk është prekur drejt për drejt nga dhuna, ai i vuan të njëjtat pasoja që mund vuajë nëna. Është shumë e vështirë pastaj për t'u larguar për gratë, sepse shumë nga gratë thonë që unë nuk dua të largohem sepse kam fëmijët dhe kam frikë se mos kjo ndikon më keq tek fëmijët ndarja se sa po të qëndroj bashkë me bashkëshortin. Ka dhe shumë kërcënime nga bashkëshortët ose partnerët që i thonë grave nëse ti më lë mua nuk do t'i shohësh më kur fëmijët do t'i mbaj unë sepse ti je një nënë e keqe dhe unë fitoj më shumë, prandaj mua do më lër gjykata. Këto janë gjitha metoda për të friksuar gratë që të kërkojnë ndihmë. Unë i bëj një thirrje të gjitha grave për t'ju thënë që në momentin që ato e shohin që jeta e tyre rrezikohet, mirëqenia e tyre dhe e fëmijëve të tyre rrezikohet, duhet patjetër të kërkojnë ndihmë. Gjitha këto presionet që bëjnë bashkëshortët ose partnerët janë kërcënime boshe, sepse në fakt ka shumë struktura që i mbrojnë edhe gratë edhe fëmijët. Dhe besoj që jemi koshient që gratë dhe vajzat kanë një sens intuite dhe nuhatje e nuhasin rrezikun kur është konkret dhe real dhe që në atë moment duhet veprojnë. Mos ta lënë të avancoj më shumë, kërcënim për jetën. Dhe sidomos dhe njerëzit që gratë kanë afër, do me thënë ti e kupton shumë mirë si një i afërm, si një komshi, si një koleg, që kjo grua është pak më izoluar, është pak e friksuar, duhet kërkoj leje tek bashkëshorti, qoftë për të dalë me kolegët si thot Alba, po ndoshta edhe për të shkuar për të kontrolluar tek mjeku, për të menaxhuar financat e saj, duket që ajo nuk i menaxhon vetë financat e saj ose ka një kontroll shumë të madh nga bashkëshorti. Të gjitha këto janë shenja që ajo grua është e dhunuar dhe po përjeton abuzim në shtëpi, prandaj mund të jenë edhe të afërmit të cilët i kërkojnë ndihmë ose autoriteteve ose thjesht e këshillojnë këtë grua për të shkuar për të kërkuar ndihmë. Ndërsa jemi drejt fundit, shoh që keni vënë shajet tuaja, ju falenderoj për këtë. Dua t'ju pyes në fakt këto fushata sensibilizuese si kanë ndikuar përgjatë këtyre viteve. Nuk është hera e parë që flasim për këtë fenomen, edhe nëse keni një mesazh konkret drejtuar grave dhe vajzave shqiptare sot. Po, unë do thoja që nuk ka asnjë justifikim për dhunën ndaj grave dhe vajzave. Mendoj që ky është mesazhi korrekt dhe të kërkohet ndihmë pranë institucioneve përkatëse, sidomos nëpërmjet linjës këshillimit për gra dhe vajza 116-117. Fushatat i kanë shtuar thirrje dhe telefonatat në drejtimin tuaj apo jo? I kanë shtuar për fat mirë dhe për fat keq, për fat mirë për ne, sepse ato raste ekzistojnë, kështu që thjesht tashmë kanë marrë hapin për të kërkuar ndihmë. Unë ju them të kërkojnë ndihmë, është një problem shumë i madh dhuna në familje dhe ndikon jo vetëm ju, jo vetëm avancimin e grave në karrierë, avancimin e grave në shoqëri, por dhe shëndetin e grave. Ka shumë gra të cilat vuajnë probleme të shëndetit, edhe fizik, edhe mendor për shkak të dhunës. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kërkohet ndihmë. Ndihma është aty, ne do bëjmë maksimumin që të ndihmojmë gratë. Do doja që të kisha më shumë minuta në dispozicion për ta trajtuar këtë temë, por jemi drejt fundit, dua t'ju falenderoj shumë që ishit sot në programin Mirëmëngjes Shqipëri dhe t'ju uroj një punë të mbarë në këto 2 javë fushate, ndërsa do të mbyllet i gjithë kjo fushat sensibilizimi në datën 10 dhjetor. Mirë, do të ecim me programin Zonja dhe Zotërinë sepse kemi ende shumë tema, do të zhvendosemi dal nga dal tani edhe në çështjet e shëndetësisë. Qëndroni me ne.